Udhëtarët po përjashtohen nga skanimet e fytyrës dhe mbledhja e gjurmëve të gishtërinjve sa herë që radhët bëhen shumë të gjata. Sistemi i ri biometrik i kontrollit kufitar të Bashkimit Evropian po shkakton vonesa kaq të gjata për udhëtarët e verës, saqë disa aeroporte po i drejtojnë një zgjidhje të thjeshtë, ta fikin atë kur janë të mbingarkuar nga udhëtarët që mbërrin. Zgjidhja e shpejtë e cila lejohet sipas rregullave të Bashkimit Evropian nuk ishte ajo që ishte parashikuar kur sistemi hyrje-daljes u prezantua në tetor dhe hyri plotësisht në fuqi më 10 prill 2026. E megjithatë shumë aeroporte po bëjnë pikërisht këtë. Drejtorët ekzekutiv të linjave ajrore, autoritetet kufitare dhe zyrtarët e aeroporteve thanë se kontrollet biometrike pezullohen kur pikat kufitare mbingarkohen në qendra të tjera, duke përfshirë Frankfurtin, Brukselin dhe Milanon. Sistemi ES zbatohet për qytetarët jashtë Bashkimit Evropian që hyjnë në zonën Schengen me 29 vende anëtare. Në vend që të shkojnë te një agent kufitar për të vulosur pasaportat, pasagerët duhet të përdorin një kiosk ES për të dhënë gjurmët e gishtrinjve dhe për të u fotografuar, të dhënat të cilat do të mbahen në dosje për 3 vite, por nëse këto nuk funksionojnë, atëherë informacionet duhet të merret manualisht. Pastaj ata shkojnë ose te portat e pasaportave elektronike ose te agentët kufitar për të hyrë. Qëllimi është të mbahet nën kontroll nëse vizat kanë kaluar afatin e qëndrimit. Shumë aeroporte, porte, kalime kufitare rrugore dhe terminale kurorëdore janë përshtatur me kërkesat e reja, por vendet me shumë turistë kanë parë rritje me orë të tëra. Në presionin e industrisë së udhëtimeve, Komisioni Evropian vendosi një përjashtim për sezonin e verës që zgjat deri më 6 shtator. Rregulloria përfshin mundësinë për të pezulluar përkohësisht regjistrimin e të dhënave biometrike në rast të rrethanave të jashtëzakonshme gjatë verës. Sistemi i hyrje-daljes u miratua në 2017, por u vënua për vite me radhë sepse autoritetet kufitare nuk ishin të gatshme të përballonin ngarkesën shtesë të punës.